në ditën e 40, Miri u kujtua që secili ka hyrë për veten e tij në lojë dhe pasi dëgjoi deklaratën e Selinës, që deri tani donte që vajza e tij të ngjante, që do ta lëshojë para në lojë, por përpiqet të tregohet i shkathi për ta lënë ai i pari. Gjatë një bisede me Selinën dhe Krusitën në shtrat mbrëm, ai u shpreh: "Isha unë burri i martum, ajo ishte gocë beqare, kam marrë unë halle, se unë të ndahesha nga gruaja nesër apo jo. Do i thoshin thjesht, o ti, si shkon me 50 vjeçarin, unë nuk leja as gruan, nuk leja as kalamonin dhe jam prap këtu ku jam. E di për çfarë jam xheloz? Në gjatë ditës konsumonim shumë pak kohë bashkë, se ishim te krevati, në fund të ditës dinim ku t'i bënim muhabetet. Në momentin që unë dam nga krevati, ajo dhe unë u afrohem më shumë gjatë ditës. Edhe kot, jo për të bërë lojë ose për të bërë situata. Me ardhen e gimbos, kjo koha me mua iku. Unë nuk shëm pas asaj, ajo doli zbuluar me fuqinë që mori. Donte të shkëputen nga kjo gjëja, duke shfrytzuar këto situata dhe këtë djalin, që inshallah do Zoti ka një lloj kimie që dhe të përfundojmë bashkë. Bëje lojën, unë kam lojën time, por mos më thuaj që do të ndahemi tek dita 39. Unë kam thënë po e more ti, e kam fituar edhe unë spektaklin, por po e mora unë, ti s'ke thënë kur që e gëzuar, deklaroi Miri ndaj Selinës. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.